13 shtëpi të lagjës 7 shtatori në Pej janë të rrezikuara nga gjarprin. Fatos Selmani, banori 7 shtatorit, tregon për kallzo.com se bashkë me fëmijët e tij kanë arritur të kapjen një gjarpër të stërmadh. Një prej tyre kemi arritur edhe me kap gjallë, nuk e kemi mbyt, e kemi gjujt, e kemi qunë malë atje, e kemi lënë. Ka qenë diku 2 metra, ka qenë i gjatë, afër 2 metrave. Dhe beso ka shumë fëmijë këtë lagje, sa që beso janë të rrezikuar. Avdi Selmani, që pati guximin ta kap këtë gjarpër dhe këtë e dokumenton me foto, thot se gjarprinjt janë më të rrezikshëm në temperatura të larta. Jem të rrezikuar prej gjarprive, nuk është hera e parë, bile kam edhe foto në cila shihet shumë mirë që e kam zonë gjarprin. Banorët e 7 shtatorit kërkojnë nga komuna e Pejës që të reagojë për ta eliminuar këtë rrezik, pasi deklarojnë se e kanë njoftuar atë për problemin që kanë me gjarprin. Drejtori për mbrojtje dhe shpëtim në komunën e Pejës, Muhamet Mahmutaj, thot se marrja me gjarprin nuk është kompetencë e drejtorisë së tij, ndërsa tregon se në këtë drejtori nuk është ankuar askush për këtë çështje. Të njëjtën e thonë edhe drejtorët e shëndetësisë dhe bujqësisë Petrit Loci e Medi Mulaj. Mulaj ka një këshill për banorët e shqetësuar nga gjarprinjt. Unë kisha sugjeruar banorët e shqetësuar që të shkojnë në barnatoret e veterinarisë për të marrë një gaz i cili shërben për t'i larguar gjarprinjt. Kur vendoset gazi, gjarprinjt largohen me 10 metra nga ai vend.